Një qytetar nga Tirana i është drejtuar redaksisë tonë për të denoncuar një rast shokues vjedhjeje që ka ndodhur ditën e sotme në kryeqytet, në një parkim privat në rrugën Hajdar Hidi, pas Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas denoncimit, ngjarja është realizuar përmes një skeme mashtrimi brenda pak sekondash dhe në mes të ditës. Personi i dyshuar, i cili shihet qartë në pamjet filmike, ka shkuar në parkim dhe i ka kërkuar rojes çelsat e një automjeti tip Volkswagen, duke u prezantuar si person i autorizuar. Për të krijuar besueshmëri, ai ka bërë sikur po fliste në telefon me pronarin e makinës, duke e bindur rojen që t'ia dorëzonte çelsat. Menjëherë pas kësaj, personi është larguar qetësisht me automjetin, pa ngritur dyshime në momentin e ngjarjes. Automjeti i vjedhur është një Volkswagen Jetta e Passat me targa AB 098RE. Sipas denoncuesit, e gjithë skena është filmuar nga kamerat e sigurisë së parkimit. Rasti është kallëzuar në polici dhe aktualisht po hetohet nga autoritetet. Qytetari u bën thirrje të gjithë atyre që mund ta njohin personin, informacion për ndodhjen e automjetit, të kontaktojnë menjëherë.